Shqipëria do të prezantohet nga data 3 deri në 5 mars si destinacioni autentik mesatar në panairin ndërkombëtar të turizmit ITB Berling 2026. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gunxha tha se ITB Berling, i cili këtë vit shënon edhe 60 vjetorin, Shqipëria do të prezantohet me një agjend të pasur dhe me një stend të ideuar nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe Agjencia Kombëtare e Turizmit. Në panair do të sillet një eksperiencë që ndërthur inovacionin, kulturën, bukuritë natyrore, si dhe përvojat lokale, së bashku me disa bashki, 30 tur operator dhe biznese shqiptare, tha Gunxha. Me një territor të vogël por shumë të larmishëm, Shqipëria ka avantazhin natyror për të pozicionuar si destinacioni i turizmit të qëndrueshëm, Alpet shqiptare për turizëm malor dhe aventur, Riviera për turizëm bregdetar me kapacitete të kufizuara, qytetet historike për turizëm kulturor dhe fshatrat për turizëm rural dhe gastronomik. ITB Berling 2026 vendos theksin pikërisht tek këto forma turizmi, duke e krijuar një dritare reale për promovim të diferencuar larg modelit të turizmit masiv. Për Shqipërinë, ITB Berling 2026 nuk është thjesht një panair promovimi, por një pasqyrë ku shihet e ardhmja e turizmit.